Të dashur shqiptar, e kam shkruar në ball. Çfarë është fisi I lirë Peuketi? Fisi I lirë Peuketi vjen nga Dalmacia, Kroacia sotme, dhe vendoset në Italinë e Jugut. Fisi I lirë Peuketi e merr emrin nga fjala Peuke në dialektin atik dhe mungon varianti dorik, Peuka, por ndoshta është origjina e emrit të Pukës. Shkrimtar shqiptar thonë që Puka vjen nga via publica. Atëherë ku është via para Pukës? Via publica do thotë rrugë publike. Ku është rruga publike në Pukë, të dashur shqiptar? Puka është vendi I pishave. Dhe pishat janë në vende të ftohta, pra në Ilirinë e Veriut, dhe jo në Greqi, që ishte vend shumë I ngrohtë. Nuk rriteshin pishat aty. Pra, fjalë për fjalë, Peuke është pisha, Peukes është origjina e fjalës pish në gjuhën shqipe, huazim nga ilirishtja, dhe ilirët flisnin dialektin epik. Çfarë është dialekti epik, të dashur shqiptar? Dialekti epik është çdo fjalë helene ku mungon forma e trajtës së shquar. Në helenisht është he peuke, sot shqiptohet pefki, madje është dhe fshati Arvanitas, pefki, në Greqi. Kështu I thonë arvanitasit fshatit të tyre pefki. Por është peuki dhe ka qenë peuke. Gjuha arvanitase ka ruajtur ndryshimet fonetike të greqishtes. Më besoni për atë Zot që është në qiell. Ndërsa në Puk është emri dorik, Peuka, është emër femror, pisha. Nga e diun këtë sepse në gjuhën pruse të vjetër është me sh si në shqip. Peushe, peushi. Në shqip është pisha. Pra s-ja zbër sh në gjuhën pruse të vjetër dhe në shqip. Kjo mungon në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, po ja them unë, është e sigurt fare. Në fjalorin e gjuhëve indo-europiane thuhet që Peuki ishte fis I lirë. Unë gjej tekstin e parë I lirë të shkruar në shekullin e 6 para son në Marseille, në Francë, koloni ilire. Dhe ilirët në tekstet e tyre nuk përdorin format e trajtës së shquar të emrit. Në vend të shkruanin ho lembos, në Francë shkruajnë lembon, do më thënë varkën me në si në shqip. Lemben. Dhe fjala lembe e shqipes vjen nga thirori I ilirishtes dhe I helenishtes, është e njëjta gjuhë, por ilirishtja thjesht nuk përdor format e trajtës së shquar. Ky është I vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe helenishtes së vjetër. Dhe kjo quhet dialekti epik, sepse grekët nuk e kanë gjetur kurrë këtë dialekt në Hellad, sepse nuk ekziston në Hellad, ekziston në Iliri. Dhe në jug të Italisë, gjuha mesape është gjuhë ilire ku mungojnë format e trajtës së shquar, dhe në jug të Francës, në kolonitë ilire, mungon forma e trajtës së shquar të fjalës lembos. Në greqisht do të ishte ho lembos, në ilirisht është lembos, pa ho, forma e trajtës së shquar. Është një lloj sikur në shqip të shpiket një gjuhë tjetër ku nuk thuhet djali, por thjesht djalë. E kjo të quhet gjuhë artificiale, gjuhë e dialektit epik, e poemave të gjeniut nga Dibra, që e gjeti kush ishte gjuha ilire, dhe çfarë ishte gjuha ilire, dhe kush ishin ilirët. Ilirët janë folës të dialektit epik. Kjo gjuhë quhet gjuhë artificiale në Enciklopedin Britanika, përpara se sa të lindte interneti, dhe këtë unë e di sepse tezja ime pra ka punuar në bibliotekën kombëtare, ishte dashuruar me librat dhe ajo kishte bler bashkë me burrën e saj të gjithë volumet e Enciklopedisë Britanika që I kam lexuar unë në shtëpinë e tezës sime. Nda atje shkruhet që dialekti epik
është i gjetur vetëm në poemat e Homerit dhe quhet gjuhë artificiale, që nuk e flet njeri. Këtë fjalë, gjuhë artificiale, e gjejnë turbo-albanët dhe e përdorin nëpër televizione sot. E kanë marrë nga Enciklopedia Britanike. Britanikët e kanë marrë nga grekët. Grekët thonë që gjuha e Homerit është gjuhë artificiale sepse nuk e ka folur njeri, e pra e kanë folur ilirët. Pra teknikisht Peuketi do të ishte emri i peukëve me formën e trajtës së shquar në greqisht. Ilirët ja kanë hequr këtë, por është fjalë helene, dialektit epik, Peuketi, vjen nga fjala peuke, do thot pish. Por ka marrë dhe një kuptim tjetër. Gjuhëtarët helen thonë se përpara se sa të shpikeshin pllakat e shkruara prej balte, përdoreshin pllakat prej drurit dhe këtë ka thënë çdo njeri, por s'kishim argumenta deri më sot, sepse druri kalbet. Nuk janë gjetur pllakat prej druri, por grekët thonë që peukët, ilirët, kanë shkruar në pllaka prej pishe, prandaj kanë emrin peukes. Ishin shkrimtar, shkruanin poemat e Homerit në pllaka peuke, prej pishe, sepse pisha është e butë. Po ashtu këto pllaka dhe ngjiteshin me njëra tjetrën me rëshirë. Edhe fjala rëshirë vjen nga fjala peuke në gjuhën helene. Pra, të dashur shqiptar, peukon në gjuhën helene është pyll prej pishe. Pra është fjalë greke, por në ilirisht thjesht është hequr he peuke, do me thënë. Forma trajtës së shquar që i paravendoset emrit në helenisht, por në shqipi prapa vendoset. I është hequr nga përpara dhe i vjet nga mbrapa në gjuhën shqipe. Ta shikojmë bashkë sepse kjo është përtej imagjinatës njerëzore kjo që ka ndodhur. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është e frikshme, sepse këtë që tham unë e kanë vendosur shkrimtarët e fjalorit të gjuhës indo-europiane në vitin 1936 për herë të parë. Është botuar ky libër në gjermanisht dhe në rrënjën 1513 thuhet që fjala peuke do thot pish, përkon me fjalën greke peukos do thot gjemb, diçka e mprehtë. Kjo fjalë gjendet në poemat e Homerit. Kjo fjalë gjendet në gjuhën helene, por në poemat e Homerit nuk përdoret forma e trajtës së shquar. Dhe kjo nuk thuhet këtu, nuk dallohet. Prandaj askush se ka dalluar deri më sot. Këtë kam dalluar unë sepse kam lexuar Iliadën dhe Odisean në origjinal për shkak se familja ime filloi të qesh me mua se si unë nxora falas në vitin 2004 fjalorin e gjuhëve indo-europiane që shikoni këtu dhe në vend që të më falenderonin, në vend që të më mbulonin me dhurata, mua filluan të talleshin dhe të thonin, po ti s'ke lexuar Iliadën, nuk të vjen turp që ke bërë fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Dhe unë i tmerruar fillova të lexoj Iliadën dhe Odisean, dal nga dal që ta kuptoj çdo thoshte, por nuk e kam kuptuar gjithmonë sepse vetë grekët nuk kuptojnë mbi 5000 fjalë të Homerit, sepse janë të dialektit ilirik. Është gjuhë ilire, është gjuhë tjetër, por ka origjinë përbashkët me dialektin e Atikës, edhe dialektin dorik. Pra, gjuha greke sot ka 26 dialekte janë zbuluar në gadishullin ilirik dhe në Azinë e vogël. Dhe kjo gjuha e Homerit, flitet sot në detin e Zi. Kjo është gjuha pontike që ka evoluar, kuptohet. Pra, pikërisht, grekërit pontike flasin këtë gjuhë, megjithatë ata janë ndikuar nga greqishtja në kohën e Bizantit dhe e kanë shtuar përpara emrave formën e trajtës së shquar, ndërkohë që ilirët nuk e kanë. Ilirët janë Homerit origjinal që quhet në fakt pengje. Fjala Homer në greqisht është sharje, ka kuptimin pengu i luftës. Pra, siç e shikoni, Peuketi është emër në gjuhën latine. Pse? Sepse atje ata u gjetën për herë të parë. Ata kishin lëvizur nga Dalmacia, nga Kroacia e sotme, për në Itali. Atje janë gjetur fisi ilir Peuketi dhe është me shkronja latine, por vjen nga fjala peuke. Në fakt, peuke gjendet si toponim në Thraki.
Pra dhe thrakët flisin helenisht, edhe maqedonët flisin helenisht, edhe ilirët flisin helenisht, dhe ndryshimi vetëm i ilirëve nga grekët është se fjala peuke është pa formën e trajtës së shquar. Kjo është e gjitha. Shikoni vetë se do çmendeni kur ta shikoni. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është e lemeritshme. Si nuk ju ka shkuar grekërve një gjë e tillë ndërmjet, jo vetëm kaq, por grekët thonë që gjuha e Homerit është gjuhë artificiale. Nga shkrimtarët grek ka dalë ky konkluzion, sepse askush nuk flet gjuhën e Homerit. Është një gjuhë ku mungojnë format e trajtës së shquar të emrit. Pra, në greqisht, kjo është he peuke. Në ilirisht është peuke, pa formën he. Në numrin shumës, në greqisht është haj peukai, në ilirisht është peukai, pa formën e trajtës së shquar haj. Në dual, në greqisht është to peuka, është emri i pukës. Pra emri i pukës ka dualin pa formën e trajtës së shquar to. Ky është ndryshimi midis emrit të pukës, peuka, pisha, në dual, edhe ndryshimi në gjuhën greke to peuka, duali. Pra i vetmi ndryshim midis pukës dhe peukës është se puka nuk e ka formën e trajtës së shquar të greqishtes. Ky është emri i pukës, të dashur shqiptar, dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve, dhe ata krijuan fjalën pisha, dhe k-ja është bërë sh në gjuhën e vjetër pruse dhe në gjuhën shqipe, por ka qenë k në ilirisht. Është e sigurt sepse është në toponimin peuka, puka, që është gjetur edhe në thraki peuke, puke. Merri frymë thellë. Kjo është kaq e thjeshtë, kaq e dukshme. Si ka mundësi që kjo ju ka shpëtuar grekërve? Jo vetëm kaq, janë grekët ata që kanë deklaruar që gjuha e Homerit është gjuhë artificiale, sepse nuk flitet nga asnjë grek. E pra, ata që flisnin gjuhën e Homerit ishin pikërisht dardanët, peukanët, mollosët, ilirët, epiriotët flisin një gjuhë ku mungonte forma e trajtës së shquar. Ilirët, të dashur shqiptar, flisnin një greqishte të kulluar, thjesht emrat nuk marrin formën e trajtës së shquar. Kjo është ilirishtja. Dhe peuke do thot pish, por do të thot edhe cop druri, plak, në të cilën peukët shkruanin gjuhën e tyre peukiane, gjuhën ilire, prandaj kanë bishkrime peuke në Shqipëri dhe në Dalmaci, dhe këto janë shkrime të gjuhës helene, ku në çdo rast mungon forma e trajtës së shquar, he peuke, u bë për peukët peuke. Do me thënë, do t'jesh me të vërtet komplet gomar, jo grek, por komplet qenie me dy vesh dhe me dhëmbë të mëdhenj, jo njerëzore, që të mos kuptosh që peukët janë helen, që kanë hequr formën e trajtës së shquar, he peuke, e kanë kthyer në peuke. Këto janë peukët. Pra të Zot që është në qiell, pra të Zot, pra të dritë që është në qiell, nëse ka dritë, peukët janë helenë, ilirët janë helen. Të dashur shqiptar, dhe kanë shkruar gjuhën e tyre peukiane në çdo rast, duke hequr format e trajtës së shquar të emrit. Ka ndodhur diçka ngjashme me Darwinin, kur Darwini zbuloi që majmunët janë paraardhësit e njerëzit. Shokët e tij të ngushtë nuk thanë që ka gabim, por shkullën flokët dhe thanë, po si nuk e gjetëm ne një gjë të tillë kaq të thjeshtë, sepse anatomia e majmunit është kopje e njeriut. Pra, ngjashmëria e ilirit me helenin është kopje, i vetmi ndryshim është se iliri është një qenie më e avancuar se majmuni helen, dhe iliri ka hequr formën e trajtës së shquar, he, për emrat femror, he peuke. Në dialektin dorik ishte ha peuka. Haja gjithashtu hiqet në dialektin dorik. Pra, këtë gjë kanë bërë ilirët, kanë hequr dhe henë e atikës dhe hanë
e Spartës dhe kanë krijuar një gjuhë artificiale, është e vërtet, ku gjenden dhe format dialektore të Spartës dhe të Atikës, por në çdo rast ilirët heqin formën e trajtës së shquar dhe kjo shikohet tek gjuha mesape, që është një gjuhë greke e pastër. Të dashur shqiptar, e kam shkruar në ball, kam dëshiruar gjithmonë ta shkruaj, po kam dashur të shkruaj për shqiptarët një fjalë tjetër, drilon. Por tani driloni vërtet është greku. Ti je grek, të shikosh fjalën peuke. Në thuash që ilirët janë të ardhur nga Kaukazi. Kush është driloni këtu? Ne apo grekët? Greku nuk dallon që fjala peuke është shkurtimi i fjalës hepeuke. Dhe më thënë, kush është më drilon? Ne apo ata? Ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe dialektit të Atikës dhe dialektit të Spartës. Spartanët dhe athinasit përdornin format e trajtës së shquar para emrit gjithmonë. Peukët, japygët, ilirët nuk i përdorin. Këtë zbulim e ka bërë Plini i Vjetër, më besoni, por asnjë autor shqiptar nuk e ka lexuar Plinin e Vjetër. Ai thotë që fiset japyge në Itali, mesapët, peukët, flasin dialektin grajan. Graja është origjina e Greqisë, është emri i Demetrës, ka kuptimin grua e thinjur, gjatë dimrit, sepse vajza e saj, Persefona, e braktis atë në dimër dhe perëndia e tokës thinjet gjatë dimrit. Ky është shpjegimi i stinëve sipas ilirëve. A besoni apo jo? Ky është ndryshimi midis ilirishtes, dialekti epik. Ilirishtja është gjuha e Homerit, gjuha e Hilionit, që është folur në detin Pontik. E sigurt. Dhe në detin Pontik, gjuha jonike pëson të njëjtat ndryshime fonetike si gjuha shqipe. Fjala mia e Atikës bëhet myga në gjuhën e Homerit, bëhet myza në gjuhën e Cakonias, bëhet miza në shqip. Fjala miza. Fjala pisha ishte peukes në gjuhën e Homerit dhe bëhet pisha në gjuhën shqipe. Kjo është për të qartë. Po dhe shkrimtarë shqiptarë se si nuk e kam parë një gjë të tillë, se s'din greqisht, asnjëri prej tyre dhe s'ka lexuar askush prej tyre Plinin e Vjetër. Ai thotë: të gjitha fiset japyge, dauni, peuketi, mesapi flasin dialektin grajan, do të thotë greqishte. Fjala greqishte do të thotë gjuha ilire, por pa formën e trajtës së shquar. Në vend që të thuhej në gjuhën peuke, he peuke, thuhej peuke. Ky është i vetmi ndryshim. Tani më thoni, kush e meriton ta shkruaj fjalën drilon? Jo ne. Unë them, një minoritar grek do të bëj një film t'i kërkoj falje shqiptarëve që ata janë kaq gomer, grekët, sepse minoritarët din shqip dhe greqisht. Dhe çdo minoritar do të bëj një film në TikTok dhe të shkruaj këtu fjalën drilon në ball, se si nuk u shkoj mendja atyre që dialekti epik është folur në Iliri. Është dialekt grek. E kuptoni apo jo? Këtë duhet ta kishin gjetur minoritarët, jo unë. Mirupafshim, të dashur peuketi, të dashur pisha, të Shqipërisë dhe të Pukës në filmat të tjerë shkencor.